Komisioni Europian të shprehur qartësisht që ka një progres të jashtëzakonshëm. Kur nuk është shprehur Komisioni Europian që Shqipëria i ka zgjitur të gjitha. Dhe kjo është arsyeja pse kërkohet, pse është kërkuar mandati 4 nga Partia Socialiste, që ne të arrijmë të shkojmë ditë zyrtare. Vetëm një fjalë kisha. Unë jetoj në Tiranë. Unë nuk kam ujë të pishem 24 orë. Nuk kam. Progresin e di që është bërë në këtë drejtim. Të lutemi aktivist, progresin nga 2013 deri tani si e ke marrë 2013 në situatën e ujit, situatën e ujit dhe si e ke sot. S'kemi dritë. Po ke pas 4 zona urbane. Dhe nuk kam Një sekondë. Kanalizimet i kanë mes Tiranës. Të lutem, Ilir, se jemi në fund dhe kam një pyetje. Partinë Muharremi e kam simpatizuar shumë pa u futur në Partinë Socialiste. Tani nuk e simpatizon më. Po kur po e dëgjoj tani më duket se pyetja ime është nuk na një minutë lutem, jo një minutë dhe një pyetje. Atëherë unë po të them vetëm një gjë. Nëse më ke simpatizuar me këtë që do të them, do më simpatizosh edhe më shumë. Pra partinë e punës e mbroni kështu një minutë më dëgjoj pra në ditët më të zeza. Se më morë personale, të lutem, më morë personale edhe për atë. Po jo çfarë. Nëse ti më ke simpatizuar mua, kur më ke simpatizuar mua, kur unë kam qenë aktivist për familjen time të fatit, më fal, të lutem, me të gjithë mbështetjen e shoqërisë që unë kam pasur, unë kam arritur që të bëj, po të marr vetëm një fakt, jo qindrat projektet, që kam marrë vlerësime ndërkombëtare dhe kombëtare, kam arritur të bëj vetëm 71 banese individuale për kryefamiljarët e veja. Një të lutem mos më ndërprit, për kryefamiljarët e veja. Kurse vetëm me vullnetin politik të Edi Ramës, me vullnetin Partisë Socialiste të 100.000 anëtarëve që mua më kanë bërë pjesë asaj familje në 2021 për një dekad, po, a them shumë sinqerisht, me raporte statistika, sot për kryefamiljarët e veja dhe të rinj të rritur pa kujdes prinëror, sot unë kam 5.700 banesa individuale për këtë kategori. Ky është progresi. Faleminderit si aktivist edhe si Alban, lutem, e kishim të ideja juaj nuk është se u pëlqye shumë nga protestuesit. Pra reformimi partive socialiste dhe demokratike nuk është se na intereson shumë. Kjo vjen si nevojë, partitë edhe mund ndoshta nuk reformojnë. Patjetër. Kemi keq qeverisje, kemi ministra të cilët futen çdo 3 muaj në burg, pra si e shikoni fatin e protestës? Të lutem. Unë dua sepse tha që ne vazhdojmë deri sa të jap dorë Rama. Protestë mos të shuhet deri në plotësimin e pikave. Plotësimi i pikave nuk vjen siç thot zoti Muharremi, që thot të na vinë disa përfaqësues dhe të na thonë kërkesa. Kërkesat janë publike. Pra, qeverisja duhet të shfuqizojë një ligje të cilat janë antikushtetuese, po i merren prona qytetarëve, prona të cilën ata e kanë me certifikat pronësie, nuk po legalizojnë ato prona të cilat janë në proces legalizimi. Po jo, nuk janë këto kërkesat kryesore. Kërkesa kryesore është largimi i Ramës. Thelbi është keqeverisja. Në rregull. Kemi një administratë e cila keq trajtohet, që do të thotë merret kur ka fushat elektorale, është e keq paguar, pra edhe vetë administrata zjen dhe një pjesë e tyre është në atë shesh. Pra ata vinë natën në shesh sepse nuk duan që të shikuar. Jo, po ditën nuk mund të protestojnë ata se janë në detyrë. Paguhen për atë punë. Po them që vinë pastaj ta lëshojnë fare këtë vend, nëse presim që pra pensionet janë mizerabël. Thot zoti Muharremi, po pensionistët zvarriten në përgjyqje. Unë kam vetë personalisht gjyqje që mbroj pensionistët dhe i fut një drejtoria e sigurimeve edhe një ankim, mezi ne fitojmë gjyqin pas një viti apo 2 vitesh, i fut një ankim në apel. Për vitet e panjohura apo flasim? Për vitet e panjohura. Po që kjo forcë partije politike ka bërë ligji që të njohë ta njohë. Dhe nuk e njeh. Po kjo është momenti pra. Okej. Atëherë Leonard, rregullimin ose që shkojmë në gjykat. Pra, të cilat nuk zbatohen. Pra, ky është thelbi i protestuesve. Po, më the përgjigjen e pyetjes. Do jetë protestë që do vazhdoj apo dikush e ndërpret të protestë? Jo, nuk ka kushte ndërpresë, pa u plotësuar to kushte. Nuk do pritet. Okej. Leonard, ti ke mendim tjetër? Kush e fiton protestën? Këta njerëz në shesh apo Rama? E fiton vetëm Rama dhe është njeriu që që e kemi. Mirë, më thuaj si e fiton, pra. Po, tani ja do që të... Dakord, po vazhdo, okej. Doni që të bie dakord me juve, apo nuk do? Jo, vazhdo. Unë po them dhe më thënë, nga 2013 e këtej, ose nga 2000 e këtej ma thanë Tirana, nga 2013 e këtej Shqipëria, po një jo prosperitet, po Gjermanis një navinanësh, po dhe Zvicra, Austria e shumë vedet të tjera. Po Gjermanin ta do japë djellën. Pra,
çdo njeri, që na shikon ne, dhe thotë domethënë, o këta ka rrjedhur nga truta e kokës, ose unë nuk jam mirë me veten time. Tani kam dhe një pyetje serioze për ta mbyllur. Për Partinë Demokratike, di që e kam për ju dhe për Spahiun. Te kjo reformë e madhe, Flamur Noga vazhdon do jetë sekretari i përgjithshëm apo jo? Unë uroj që të mos jetë. Po? Nuk e ditë se thashë një, nuk jam nga ato magjistrisat që shoh Filxhan. Po? Me një batut. Informacionin që kam, nuk do jetë. Nuk do jetë. Do ishte reformë e madhe. Dhe mund të jetë një që e ka televizioni ku unë vi shpesh këtu e ka fort për qef. Okej. Mirë, atëherë, Kreshnik, pyetje juaj e fundit? Përgjigje juaj e fundit, ndjes për këtë për Flamur Nogën. Do jetë Flamur Noga sekretari i përgjithshëm, meqense Berisha nuk preket. Po Flamur Noga mund preket nga kjo reformë? Askush nuk preket nga kjo reformë. Për më tepër Flamuri. Ajo parti ka nevojë për Flamur, por ajo që do të thoja është që në fund të protestës, fituesi më i madh do jetë Partia Demokratike dhe këtë e them me analizën më të ftohtë politike. Interesante. Pra protesta do thyet dhe do fitojë Berisha. Partia Demokratike deri më sot është opozita e vetme zyrtare në Shqipëri dhe përsa kjo protestuesit refuzojnë të krijojnë një opozitë të re, kjo protestë vazhdon të dëmtojë shtetin, kjo protestë refuzon të krijojë një opozitë të re. Analiza dhe logjika politike është që në zgjedhjet e ardhshme fituesi më i madh do të jetë Partia Demokratike, se është matematikë shumë e thjeshtë. Nuk gjithë kjo prurje dhe gjithë ky mllef, gjithë kjo urrëtie mes dy do votohet përsëri mes dy të këqijave. Në qoftë se nuk ka një parti të re. Dhe PD-s dhe PS-s. Mes këtyre dyjave që shumë protestues aty pritshmërinë kanë për zgjidhje më shumë nga kryeministri. Tani nuk e di se nuk ka rrit dot të bëja këtë, po unë ditë them që PD-ja do të fitojë goxha shumë. Okej, që mund të vënë rrezik dhe gjithë apo çon ujë të PD-ja. Që mund të vënë dhe rrezik dhe Bashkinë e Tiranës nesër, nëse vazhdon kjo histori. Varet shumë nga kandidati, varet a do ketë kandidat pavarur, varet protesta do prodhoj apo jo kandidat për Tiranën, varet partitë e reja, varet Arvin Qorri, varen shumë faktor opozitar tek zgjedhjet lokale, të cilat janë shumë vështira, po nëse sot do ishin zgjedhjet, PS-ja do kishte shumë vështirë Tiranë. Sepse protestën po e mban Tirana, jo rreth. Faleminderit Spahiu, ishte kënaqësi, faleminderit Ilir dhe besoj do kemi mundësi që të ritakojmë se ju na thatë që do ta vazhdoni gjatë protestën. Ne do jemi në atë shesh deri në dorëheqjen e kryeministrit. Katër Koriku ka lidhje, se e kam dëgjuar, ka lidhje me festën e SBA-s apo me ditëlindjen e Ramës? Thjesht ishte dita e shtunë. Po. Dhe duke qenë dita e shtunë, diaspora do vinte ditën e shtunë, kjo pavarësisht këtyre gjërave të tjera, po jo. Po datën 5, ditën e diel, e kupton. Jo, ditën e shtunë kemi bërë gjithmonë të shtunë. Kjo tregon që ka një element anti-Trump aty, domethënë në protestë. Ne nuk kemi asnjë lloj elementi, ne kemi bërë gjithmonë ditën e shtunë protestë kombëtare. Se qellon 4 korriku anti-SBA, kupton? Po, s'ka lidhje. Okej, mirë. Faleminderit, falenderoj edhe katër pranishmit. Ministrit katra. Po pra, e thashun, o festa e SBA-s, o megjithatë në atë transmetim gjatë që ne do kemi, do t'i urojmë të dyja palët, edhe SBA-n edhe Ramën për ditëlindjen, edhe protestuesit, të treja palët. Natën e mirë dhe mirupafshim.